3 mënyra natyrale për të ulur tensionin. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësitë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte që i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet këtij artikulli do të mësoni për 3 kura natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë me lëng limoni. Përbërësit: ujë, 1 limon. Udhëzimet: shtrydheni lëngun e 1 limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut, duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 a 4 thelpin hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë e gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit: ujë, 1 maj lugë çaji me sodë buke, 1 lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet: uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni 1 lugë gjelle me uthull molle, 1 maj lugë çaji me sodë buke dhe 1 gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për rezultate më të mira.